Përshëndetje të nderuar televizionistëve të RTV Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt rrugës së vërtetë. Siç e dini, pak ditë na ndajnë nga fundi i Ramazanit. Ky ishte një muaj shumë i rëndësishëm për gjithë muslimanët, por sot do trajtojmë temat për ato njerëz të cilët lënë muajin e agjërimit. A i dini sa shpërblime humbin ato njerëz që lënë muajin e agjërimit? O lënës i agjërimit, o ti që e ke ngarkuar vete me mëkate, ndërsa vazhdon ta kundërshtosh Allahun dhe në këtë muaj me mos agjërim, o ti që ke shkatruar një shtryll të madhe për shtyllave të Islamit. Ky mesazh të kushtohet ty. Allahu thot: përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë që Allahu nuk e kthen më, pasi ta ketë caktuar. Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t'i mohoni mëkatet. O lënës i agjërimit, çudi me ty, si e kupton dhe përjeton fjalën e Allahut. O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Sa thirrje e madhe! Thirrja nga Zoti i botëve, njerëzit para tij ndahen në dy grupe. Grupi i parë, sa i përket besimtarit të sinqert, ai thret pa hezitim: të përgjigjem, Zoti im, të përgjigjem. E tëre mira është në dorën tënde, dëgjuam dhe u nështruam. Ndërsa, sa i përket besimtarit mëkatar dhe të larguar nga vërteta e nga Zoti vet, ai nuk përgjigjet kësaj ftese, përkundrazi, i ekspozohet i dhurimit të Allahut, Zotit të tokës e qiejve. Sigurisht që ka dallim shumë të madh mes këtyre dy grupeve. Është i njëjtë ai që u binde Allahut dhe kërkoi kënaqësinë e tij, si ai që tërhoqi kundër vetes si dhurim të madh nga Allahu dhe ardhmja e tij është xhehenemi, që është përfundim shumë i keq. O lënës i agjërimit, prej teje pritej që ta shfrytëzoje shansin e Ramazanit e të pendoshe nga mëkatet që ke bërë gjatë tërë vitit, por ja që fatkeqësisht dhe kësaj rradhe me ty ndodhi e kundërta. Ti vetëm sa i shtove më shumë mëkatet në Ramazan, madje braktise dhe agjërimin. Çudi me ty, kur do të pendohesh shumë neglizhent? O ti që nuk të mjaftoi mëkati në muajin Rexhep, derisa vazhdove të mëkatosh Zotin tënd dhe muajin Shaban, ja, pas tyre freski po të bën muaji i agjërimit, andaj mos e shndro në muaj të mëkatit e kundërshtimit. Sa shumë njerëz njihje nga të parët që agjëronin me familje, fëmijë e vëllezër, i mori vdekja ndërsa ty të la pas tyre gjallë, sa afër është më i largëti me të afërmin. Prap sa çudi me ty, si e pegon veten nga tërë ky hajër në Ramazan? A nuk ka lëvizur as pak zemra? Fjala e Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Çdo vepër e njeriut shpërblehet shumë fish, një e mirë me 10 e deri në 70 fish. Allahu thot, përveç agjërimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Për mua, robi besimtar, e braktis epshin dhe ushqimin e vet, por agjëruesin ka dy gëzime, njëri kur të bëj iftar, e tjetrin kur të takoj Zotin e vet. E reagoja se agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se sa era e miskut. O ti që han në Ramazan pa arsye, a nuk të vjen rënd që besimtarët e sinqert gëzohen me Ramazanin? Për agjëruesin ka dy gëzime, ndërsa ti, çdo ditë, vetëm se largohesh nga Allahu dhe i afrohesh zjarrit të djallit. Përse e shet veten tënde me një çmim kaq të ulët dhe pengon nga fëqinësia e Allahut, nga xhenetet e larta? A ke dëshirë të hidhesh në zjarr? Je duke tërhequr veten tënde zvarr drejt dyerve të xhehenemit, që të qijosh nxehtësinë dhe vapën e madhe të tij, në kohën kur agjëruesit thirrin nga dera Rejan? Përse tërë kjo humbje?
për shkak të epshtit shkatërues apo shoku të keq të paedukuar që të fton të hash në Ramazan? Për Zotin, shoku yt nuk do të bëj dobi ditën e gjykimit, madje do dëshiroj që ti të hysh në zjarr, ndërsa ai të shpëtoj. Allahu i madhëruar thot: edhe pse ata shihen ndërmjet tyre edhe njihen, por ikin prej njëri tjetrit, kriminali dëshiron sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bijtë e vet, dhe me gruan e vet, dhe me vëllain e vet, edhe me të afërmit e tij, që tek ai ata mbështetej. Edhe me krejt çka ka në tokë e vetëm të kishte shpëtuar, jo, kurse si, ajo para është ledha, flaka, emri i xhehenemit, është që heq kapakët e kokës, që e thërret, tërheq prej vetes, atë që është zmbrapsur e larguar për besimit, dhe që ka tubuar pasuri dhe ka ruajtur fshehur. Atë ditë, shokët e ngushtë do t'jenë armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqert në miqësi. O lënës i argjërimit, a pajtohesh që njerëzit a thërasin Zotin e tyre: o Zot, na e sill Ramazanin, na e sill Ramazanin, ndërsa ti, o i mirë, shpreson që ky muaj të fshihet nga koha e të mos ekzistoj fare? Apo shpreson që të mbetet Ramazani, por që në të ti t'jesh vëllai i shejtanit? O lënës i argjërimit, a ke dëshirë që ditën e Bayramit të shohët muslimanët e sinqert të gëzuar me ditën e shpërblimit? Të gjithë janë të gëzuar, falendërues ndaj Allahut të madhëruar, sepse u asolli Ramazanin dhe i ndihmoi të kryejnë obligimet e argjërimit, siç thot dhe Allahu, që të plotësoni numrin, ta madhëroni Allahun për atë se udhëzoi dhe atë që e falenderoni. Gjua e tyre thot: falënderimi të takon ty, Zoti ynë, ty të falenderojmë. Betojmë o Zot se nuk duam të na privosh nga kjo begati, dhe sikur dynjaja dhe çka të ka në të në jetën tona. A pajtohesh që të sinqertët jenë të tillë ndërsa ti i humbur i pushtëruar? Në fytyrën tënde shihet një buzëqeshje cinike, apo mos ndoshta gëzohesh me ta, sikur se të jesh njëri prej tyre. Çudi me ty, si ke forcë që ftesës së Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ti përgjigjesh kështu: do të vdesësh e do të hysh në zjarr. A nuk e di se Xhibrili alayhis salam i tha Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të: o Muhamed, kush e arrin muajin e Ramazanit dhe vdes pa ju falur mëkatet, hyn në zjarr dhe është larg Zotit. Më tha Xhibrili, thuaj amin. Muhamedi alayhis salam tha amin. Por ka dhe disa njerëz që prishin argjërimin pa arsye, por duhet të dinë që kanë bërë një mëkat të madh. Imam Dherhebilu në librin e tij të njohur El Kabir, mëkatet e mëdha, thot: mëkati i 10 sipas radhitjes së mëkateve më të mëdha është ngrënia në Ramazan pa arsye. Pastaj përmend hadithin: Islami është ndërtuar mbi 5 tydha: dëshmia, namazi, zekati, argjërimi dhe haxhi. Imam Dhehebiu se gjithashtu mendimin e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, e thot: lidhjet e Islamit dhe rregullat e fesë janë 3: dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, namazi dhe argjërimi i Ramazanit. Kush e braktis njërën prej këtyre 3 parimeve, ai ka bërë kufër, ka rënë në mosbesim. Imam Dhehebiu, duke vlerësuar këtë mendim, thot se kjo është e vërtetë. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: e ka përshëruar Allahu njeriu i cili e përjeton Ramazanin dhe i kalon pa ia falur mëkatet. Nga Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe të tjerë prej sahabëve, transmetohet se kush e prish një ditë pa arsye nuk mund ta kompensojë atë, qoftë edhe sikur të argjëroj tër vitin. Ky mendim i sahabëve të nderuar nuk ka për qëllim që njeriu të braktisë argjërimin e të mos bëj kompensimin e ditëve të lëshuara, por është një vërejtje por ata
që braktisin qëllimisht argjërimin, se nuk mund të arrijnë vlerën e asaj dite jashtë Ramazanit, sepse ditët e Ramazanit kanë dallim nga ditët e muajve të tjerë, por dihen se kompensimi është i obliguar. Lëndësi i argjërimit është më mëkatar se ato njerëz që bëjnë vepra të këqija, sa më shumë pra pinë alkool. Imam Dhahabiu thot, muslimanët janë unik sa i përket asaj se lëndësi i argjërimit pa qenë i sëmur dhe pa arsye të shëndosh është më i keq se sa konsumuesi i alkoolit, madje lëshohet në islamin e tij. Dënimi për ata që e prish argjërimin pa arsye. Dënimet e paqarta për mëkatet në këtë botë dhe në tjetrën janë të ndryshme, duke pasur parasysh dëshmërinë dhe peshën e ndryshme të mëkateve. Çilënës si argjërimit ke braktisur një çështje të madhe që thuaj se askush nga muslimanët nuk e ke braktisur një shtyllë prej shtyllave të islamit, e ke luftuar Allahun në muajin e tij të shenjtë. Pas tërë këtyre mëkateve, cili mendon se do të jetë ndëshkimi yt tek Allahu nëse nuk pendohesh dhe nuk fillon të argjërosh me argjëruesit, por Zotin, kush e prish argjërimin pa arsye ka dënim të dëmshëm. Ndëshkimi në dynja. Ai ke dëgjuar dënimet e kësaj bote për atë që e prish argjërimin pa arsye? Nëse nuk e dëgjuar, atëherë ja disa nga dëshkimet e kësaj bote, duke mos harruar se ndëshkimi në ahiret është më i madh. Privimi nga bereqeti në furnizim, shëndet dhe jetë. Imam Ahmedi transmeton se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: vërtet robit do t'i ndahet risku furnizimi për shkak të mëkatit që bën. Pra, lënës i argjërimit, prite shkatërimin e pasurisë tënde ose humbjen e bereqetit të saj. Ndoshta po thua, unë megjithatë e kam prishur argjërimin, por Allahu më ka begatuar dhe më ka dhënë bereqet në pasuri. Të them, a nuk e di se kjo është sprovë nga Allahu i madhëruar? Në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse sheh se Allahu i ka dhënë robit çfarë të dojë prej kësaj bote me gjithë mëkatet që ka, dije se ajo është humbje, mashtrim. Pastaj e lexoja ajetin: me që lan pas dore atë me çka u këshilluan t'i drejtohen Zotit, ne u hapëm dyert e çdo gjëje begatie, derisa kur guzuan për atë që u kishte dhënë, i kapën befas e ata mbetën të zhgënjur. Ndodh që Allahu të ndëshkon në shëndetin tënd, me të cilën i bëje mëkat, ndodh që të sprovon me sëmundje të ndryshme dhe të bën që të argjërosh, i detyruar e jo me dëshirë. Mjeku të ndalon prej shumë prej ushqimeve dhe pijeve më të cilat e luftoi Allahu në muajin e Ramazanit, ose shprovohesh me sëmundje për shkak të të cilave mjekët ta ndalojnë argjërimin dhe kështu privohesh nga ky nimet i madh i Allahut të madhëruar. O lënës i argjërimit, a nuk turpërohesh nga vetja që duke qenë i shëndetshëm e prish argjërimin në kohën kur besimtarët e sinqert shpresojnë, pile dhe vuajnë të argjërojnë për sëmundja i ka penguar. Ndoshta, ndonjëri prej tyre, ndërsa lotët i përzije me barnat që përdor, qanë, i mërzitur për shkak se nuk argjëron dot me vëllezërit e tij argjërues, gjuha e tij thot: o Zot, unë jam i sëmur, nuk kam forcë për argjërim. Të lutem o Zot, dhe ty të mbështetem, që të ma pranosh arsyen time dhe të më shërosh që të argjëroj një ditë pare se takoj me ty. Ma pralo lutjen, o Zoti i botëve. Një tjetër ndryshkim që ndodh në këtë botë është zemërngushtia dhe humbja e kënaqësisë shpirtërore. Nuk ka dyshim se personi që e prish argjërimin bën një jetë të shthurur, sado të përpiqet ta zbukurojë vetvetes apo shejtani ja zbukuron atij. Ndoshta e sheh këtë njeri duke qeshur, por ai kur shkon në shtratin e tij apo kur zgjohet, nga ngjumi ndjen sikur në gjok s'ka një kodër të tërë. Ja, ky është rezultati i pritur.
Një fjalë e urtë thot, ai që mbjedh ferra nuk vjell rush. Pra, kush mbjell mëkate nuk ka lumturi. Lumturia nuk i takon atij që ja kthen shpinën Allahut. Allahu i madhëruar thot, kush i përmbahet udhëzimit tim, ai nuk ka për të humbur në dynja, e as nuk ka për dështuar në jetën tjetër. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do ta ketë vështirë në ditën e Kiametit, do ta ringjallë të verbër. Një dënim tjetër, pra një sprov tjetër që është në këtë botë, është nënçmimi së bashku me nxirtjen e zemrës dhe të fytyrës. Ibn Abazi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: vërtet njeriu, si shpërblim për veprat e mira, ka dritë në fytyrë, nur në zemër, gjerësi në furnizim, forcë në trup, dashurinë në zemrat e njerëzve. Për këtë qijat ka nxirje në fytyrë, errësirë në varre zemër, dobësim në trup, ndalje të furnizimit dhe urrëtie në zemrat e njerëzve. Për Zotin, nuk do të mund ta gjesh askënd që ha gjatë ditës në Ramazan, pa arsye e të mos vëresh në fytyrën e tij pikëllim dhe nxirje. E vëren këtë kush e vëren dhe neglizhon kush e neglizhon. Pengimi nga Ramazani, o lënës i argjërimit, o ti që dëshiron të pushosh nga lodhja e argjërimit, uria dhe etja e tij, a nuk friksohesh se mos pengon Allahu nga argjërimi me vdekje? Po me vdekje, des e pengohesh nga argjërimi, sepse vetë kërkoje një gjë të tillë. Dëgjoj për këtë tregim të vërtet, do të jep një mësim dhe këshill për ty. Tregimi flet për një të ri që jetoi në kohën e Harunit Rashidit, i ri me ndjer lehtë e urrente argjërimin, kështu që kur vinte Ramazani, thurte vargje për qeshëshe për argjërimin e thoshte: më thirri muaj e argjërimit, ha mos qofte, ha mos argjërofsha, pas ti më kur. Apo ndihmosh njerëzit me forcë për këtë muaj, do të ndihmoja popullin tim kundër këtij muaji. Kuptimi i këtyre vargjeve është se po të kishim mundësi njerëzit të më ndihmonin që të luftoja këtë muaj, do e bëja, Allahu na ruajt. Por, çfarë i ndodhi këtij të riu të çmendur? U sëmur në kokë dhe kishte dhimbje të mëdha. Postoi në frak disa herë gjatë ditës, kështu vazhdoi deri nga mbrëmja kur vdiq, para se të pendohet e të argjëronte. Fundosja e transformimi i zemrave. Sa i përket fundosjes, zemra e lëndësit të argjërimit fundoset në ndyrësirë dhe amoralitet dhe nuk mund të ndalet së shëtituri në paturpsi dhe epshe fetarisht të ndaluara. Disa prej selefit thoshin, vërtet të zemra shëtisnin, prej tyre ka që shëtisnin rreth arshit, frondit të Allahut, e prej tyre ka që shëtisnin rreth vendeve të këqija dhe paturpsive. Sa i përket transformimit, themi se zemra transformohet për një gjendje në tjetrën, sikur të ishte foto e qartë. Transformohet zemra në zemër të fshehtë, së cilës i kanë ngjarë në edukat dhe vepra. Allahu na ruajt. Ibnul Kaimi thot në lidhje me ajetin: nuk ka asnjë gjallës në tokë dhe as shpend që fluturojë me dy krah, e që nuk janë të ndara në grupe të ndryshme, sikurse dhe ju Zoti i krijoi i pajisur si ju. Sufjan ibn Uyeyna e komenton kështu: prej tyre njerëzve ka që janë me moral të ngjashëm me egërsirat e jashtëzakonshme, prej tyre ka që sipas moralit janë shkallë të njëjtë me qend e gomarët. Kur dikë epshi organeve dhe i barkut ka shpënë deri në atë gjendje, sa që prish dhe argjërimi në Ramazan pa arsye, nuk ka dyshim se morali i tij është morali i kafshëve, të cilat nuk din gjë tjetër veç ngrënjes, pirjes dhe kënaqësive. Ibnul Kaimi thot: sa përket mëkateve shtatësore, ato janë sikurse grykësia dhe pasioni për plotësuar epshet e barkut, ngrënia dhe pirja. Argument për këtë është ajeti: e ata që nuk besuan, përjetojnë kënaqësi në këtë jetë dhe han ashtu si han kafshët, e vendi i tyre është zjarri, dhe ata nuk trajtohen ndryshe
por vetëm si kafsh. Pile janë nga më të humburit nga e vërteta. Tani duhet të ndërpresim pasi është momenti i çeljes së iftarit, argjërim të pranuar të gjithë argjuesve. Selam aleikum.